Ngjarja ka ndodhur më 12 janar në një lokal të qytetit të Lezhës, rreth orës së mesditës, ku dy kushërinjt Gjergj dhe Nikolin Marku u përfshin në një konflikt me Gëzim Ndokën dhe djalin e tij Kevin. Sipas të dhënave të policisë, babë e birë kanë qenë të armatosur dhe i kanë goditur të dëmtuarit me sende të forta, përfshirë qytën e pistoletës sapo hynë në ambientet e lokalit. Të dëmtuarit, pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore, u paraqitën në komisariatin e policisë së Lezhës, ku deklaruan se konflikti kishte nisur për tensione të mëparshme mes familjeve, pasi Ndoka dhe djali i tij kishin kërkuar kushërinjve Marku të ulin zërin. Pas një hetimi të shpejtë, policia ka ndaluar Gëzim Ndokën, ndërsa djali i tij vazhdon të jetë në kërkim. Prokuroria vendosi që 53 vjeçari të hetohet në gjendje të lirë për shkaqe shëndetësore, por hetimet dhe procedurat për zbardhjen e plotë të ngjarjes vazhdojnë. Policia e Lezhës ka deklaruar se po punon për kapjen e të gjithë të përfshirëve dhe ka apeluar tek qytetarët për çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes. Ngjarja ka tronditur qytetin, duke rikthyer vëmendjen mbi tensionet mes familjeve lokale dhe nevojën për më shumë siguri në ambientet publike.